Programi 2 vjeçar pas të mesëm Dizajnim Mod në Shkollën Profesionale Shërbime Korçë po tërheq çdo ditë më shumë të rinj të apasionuar pas stilit dhe krijimtarisë. Mes 32 të rinjve të regjistruar në këtë drejtim është edhe Sidorela Zhollanji, një studente që ka gjetur në këtë program rrugën për të shprehur veten dhe për të ndërtuar një të ardhme profesionale në industrinë e modës. Unë studioj administrim biznes e marketing, janë në universitet viti 2. Edhe sa mora vesh që kjo hap një deg 2 vjeçare, sepse ka qenë 4 vite. Unë kisha qef shumë pjesën e vizatimit, sepse këtu bëjmë dhe skica, më pëlqente stilimi modës, dhe vendosa pse mos e ndjek dhe kam mbas dite. Ajo tregon se programi jo vetëm që i ka dhënë mundësinë të mësoj teknikat profesionale të qepjes dhe dizenjimit, por edhe i ka hapur horizonte të reja për mënyrën se si mund të zhvillojë një karrierë të qëndrueshme në këtë fushë. Po në qoftë se do hap një biznes timin, ta zëm do hap atelje mode, do më ndihmoj shumë marketingu për të ecur përpara me këtë, ose kundërta, në qoftë se do jem në një biznes do punoj për marketere, krijimi që kam mësuar këtu për vizatimin, skicime do të më ndihmojnë për të krijuar diçka të bukur në reklama. Eksperienca e Sidorelës është një shembull frymëzues për të gjithë ata të rinj që duan të ndjekin pasionin për dizajnin, duke u kualifikuar profesionalisht dhe duke ndërtuar një karrierë të sigurt.